Avokati Naim Cami ka drejtuar kritika të ashpra ndaj presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, duke akuzuar për, siç thot ai, servilizëm të tepruar dhe ambicie të sëmurë për rizgjedhje. Duket në mënyrë transparente se Vjosa Osmani ka lajthitur goxha shumë me servilizmin e ambicies së sëmurë për të ribërë sërish diçka që nuk e meriton kurse si, sidomos jo për radhë të dytë dhe atë sërish për as më të voglin merit. Duke vazhduar me fotosesionin në natyrë pra jashtëzyrës presidenciale, të cilën e ka konsumuar pa mas dhe pa kurfar suksesi, kjo krijesë e humbur në hapësirë dhe kohë, në pasqyrën e vet, nuk po mundet të shohë se është një e dështuar tërësisht, theksoi ai. Ai thot më tutje se Osmani nuk po e fshet tentativën e saj për rizgjedhje. Nuk është në gjendje dhe as nuk po tenton të fshehë ignorancën e vet në për takime me popullin në tentativën e lajthitur për rizgjedhje, të sërishme në zyrën presidenciale për ta vazhduar fotosesionin aty ku ndjehet më e ndjekur. Vlerëson Cami, sipas tij, duke qenë e tillë siç është, e gjeti një të lajthitur tjetër sorosist në tentativë mirane për ta përfunduar definitivisht degradimin absolut të LDK-s. Megjithatë, e kultivoi bindjen personale se mercenarët Sahal Lëpirësit dhe Amin Gjinjt e shkëputur të veriut të Kosovës, të lidhur mes vete me lloj-lloj interesash në dëm të Kosovës, do ta humbin betejën e fëlliqt për ta rikthyer një të pavlerë në krye të Kosovës, tha ai. Avokati thot se antarësia e vërtetë si shumicë e LDK-s, edhe pse të lajthiturit dhe të pavlerët e kanë grabitur LDK-n, do t'i mund ata duke i ruajtur vlerat e mirëfillta të Doktor Ibrahim Rrugovës, themeluesit legjendar të LDK-s dhe të Shtetit të Ri të Kosovës. Kjo, definitivisht, do ta përcaktoj Vjosa Osmanin si një sim matse për servilizmin e sëmurë, thot ndër të tjera Cami.